Pak kohë më parë, Mero Baze kishte zbuluar një teori shumë interesante për gazetarinë shqiptare. Kushdo që kritikon SPAK-un qen ka automatikisht në borderot e dikujt. Disa në borderotën e Arben Ahmetaj, disa në borderotën e Shkëlzen Berishës. Me pak fjalë, ata që ishin kundër SPAK-ut ishin të gjithë të blerë. Ishte një hartë shumë e qartë morale e gazetarisë. Kush mbron SPAK-un është i pastër, kush e kritikon është në borderot e Tigrit apo Zenit. Për pak kohë nga SPAK-u ndodhi diçka e vogël, thjesht u arrestua Erion Veliaj. Papritur, teoria e borderove nga Ahmetaj te Zeni pësoi një evolucion shkencor. SPAK-u, që deri dje ishte institucioni që duhej mbrojtur nga gazetarët e paguar, u kthye brenda natës në institucionin që po bën padrejtësi, që po gabon, që po t'i kalon kompetencat. Sipas standardit të parë të Mero Bazes, lind pyetja: kur një gazetar sulmon SPAK-un sot, në borderonen e kujt është? Ose për të qenë më qartë, në cilën bordero është Mero Baze, të Zenit apo të Tigrit, se ato të Veliajt dhe disa të tjerëve i dim. Me sa duket, problemi me teoritë e mëdha të Meros është se funksionojnë për mrekulli, derisa një ditë GKKO me kërkesë të SPAK-ut ndryshoi realitetin e teorisë. Pasi gjykata vendosi që një tjetër emër duhet të arrestohet pas kërkesës së prokurorëve. Ky ndoshta është ai që e paguante më shumë ose vazhdon e paguan edhe më shumë. Tani ose Meros i ka rënë teoria e borderove, ose ka shtuar borderot vese ka problem për teoritë e tij të mjera. Mjafton borderoja. Mero Baze, më 18 shtator 2023, shkroi se prokurorët e SPAK-ut po sulmohen nga gazetarë që janë në borderot të Arben Ahmetajt dhe Shkëlzen Berishës. Gjithë opozita e Berishës dhe Metës dhe gjithë gazetarët që janë ca në borderot të kërkuarish e ca në borderot e Shkëlzenit janë turrur prokuror të SPAK. Se nuk arrestojnë X person, se arreston Y person, lavdërojnë një gjykatës që ka kërkuar hetime më shumë dhe linçojnë një prokuror që ka futur në 9 vet në një ditë, shkruan Baze. Po kush janë gazetarët që paguhen nga Arben Ahmetaj dhe Shkëlzeni? Çfarë i bashkon dhe si mund të dallohen? Janë gazetar, pseudo-gazetar dhe analist gjoja opozitar, që me miratimin e dyshes Meta Berisha i dolën në mbrojtje korrupsionit të Arben Ahmetajt, ish numri 2 të qeverisë. Është e paprecedente që një opozitë angazhohet në mbrojtje të korrupsionit të numrit 2 të pushtetit, në vend që të përfitonte politikisht nga detajet e korrupsionit të frikshëm. Janë ata gazetar dhe analist që shfaqen duke pirë puro dhe ngrën karkaleca me Arben Ahmetajn, që nuk flasin kurrë për aferat e familjes Berisha dhe që çuditërisht mbrojnë edhe disa ministra të pushtetit të lakuar për afera korruptive. Mero në fakt flet shumë për aferat e qeverisë Rama apo zyrtarët e saj, e mbyti. Janë pikërisht ata analist dhe ish zyrtar të korruptuar të PD-s, të maskuar si gazetar pas 1913-s, që kanë vila në Fark, Gjirin e Lalzit dhe Palas. Mero Baze, sipas të dhënave të nxjerra nga kadastra, ka mundur të regjistrojë pasuri me vlerë 10 miliona euro, apartamente, vila dhe hotele në jug të vendit. Gazetarët në borderot e Tigrit dhe Zenit dallohen lehtësisht pasi nuk flasin kurrë për oligarkët, ashtu sikurse nuk flasin Berisha, Meta dhe Madhi, pra për oligarkët që po ndajnë pasurit dhe parat publike, me vendime qeverie. Mero e çau gojën për oligarkët e pushtetit, në fakt, Ramën, Veliajn, Beqen, ministrat e rilindjes, përfshie Ballukun që e ka hall, apo Ulsion që i del në ëndër. Duket e pabesueshme, por dyshja Berisha Meta me gazetarët në borderot e Tigrit e Zenit, ditët e fundit po mbrojnë edhe Edi Ramën nga komploti i Erion Veliajt, pasi Rama mori në mbrojtje kullën e Shkëlzenit. Tani e mbron Mero, po kush e paguan sot më shumë, Rama apo Veliaj? Aktualisht, dyshja Berisha Meta me gazetarët në borderot e Tigrit e Zenit sulmojnë vetëm prokurorët e SPAK-ut, sepse nuk arrestojnë njerëzit që thon ata, sulmojnë Erion Veliajn që të masturrëzoi Ramën, ndonjë gazetar që nuk shihet dhe as nuk blihet, si dhe inceneratorët, pasi nuk morën gjobën që kërkuan. Tani SPAK po e sulmon Mero Baze. Pse? U pagua apo jo nga inceneratorët? U pagua apo jo nga sterilizimi? U pagua dhe paguhet nga Veliaj. Dosja e sterilizimit po i diskrediton më shumë në sytë e shqiptarëve, pasi nuk flasin dot për 3 koncesionet e tjera, atë të hemodializës, check-upit dhe laboratorëve, sepse pas tyre qëndron Klod Allajbeu, i cili pastron paratë e Shkëlzenit në fabrikën Fantazëm të Boronicave në Gërdec. Këtu Mero e ka humbur busullën sapo mori reklama nga Allajbeu, se nga vilma e check-upit i ka marrë me kohë.
Sali Berishës, Ilir Metës dhe zagarve të tyre mediatik u ikën gjuha nëse përmendin aferat e Klodit me Ilir Beqen dhe Ogerta Manastirliun. Mero ka evoluar, pasi ka ndryshuar 10 herë qëndrime, bën si kur i shan, por nga këta ministra dhe koncensionet e tyre ka mbushur xhepat. Dhe kur humbin edhe më thellë zgjedhjet e radhës, bëj si të mërzitur 2-3 ditë, duke shpikur alibi nga më banalet. Halli i tyre është të qëndrojnë bashk për të mbajtur monopolin opozitar, për të mbrojtur nga veprimi i spakut, si dhe për të kapur çfarë të lën pas pushteti me oligarkët. Tani Mero nga se po mbrohet, Mjer Mendorja është pak, shumë pak.